Si e ndan Rita Petro guximin artistik nga provokimi i kot? Ku e vendos kufirin? Kjo është shumë e vështirë. Shumë e vështirë për të vendosur një kufi, sepse aty dallohet vulgariteti, që e shohim edhe për ditë, e shohim edhe në ekrane, vulgaritetin të njerëzve të paditur, të njerëzve ignorantë, se unë mendoj një njeri i ditur, një njeri i lexuar, një njeri që ka një talent, luan gjithmonë tek ai filli. Te ai filli që i ndan këto të dyja. Në qoftë se unë shkruaj dhe jam shumë rahat me shkrimin tim, nuk do të rondis asnjë zemër dhe asnjë mendje njerëzore. Por në qoftë se luaj pikërisht tek ky filli dhe lexuesi i vërtet e do këtë provokim, sepse vërtet nuk ka kuptim pa këtë provokim. Se unë thjesht do sillja informacion. Do i rrufeja një ngjarje, bota është e mbushur me kronika, me ngjarje dhe me informacione.